Investimet strategjike në infrastrukturën e Gjelbërt përshpejtojnë zhvillimin ekonomik dhe është pjesë kyçe e rrugës drejt antarësimit të plotë evropian për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në konferencën për përmirësimin e infrastrukturës së Gjelbërt në Ballkanin Perëndimor, ministre e energjetikës Sanja Bozhinovska tha se industritë e rënda patjetër të transformohen në shtytës të qëndrueshmërisë, duke u integruar në investimet e infrastrukturës që do të jetë Gjelbër dhe me qëndrueshmëri afatgjate. Во време кога климатските предизвици се повеќе не ни дозволуваат одлагање, зелената транзиција не е веќе избор, туку неопходност. А за земјите од Западен Балкан таа е истовремено и клучен дел од патот кон полно европско членство. Како министерка за енергетика, рударство и минерални ресурси, свесна сум дека токму овие сектори, често перципирани како тешката индустрија, мора да се трансформираат во двигатели на одржливоста. Sipas ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapësinor Izet Mexhiti, është shumë e rëndësishme mënyra se si formësohen projektet e infrastrukturës, të cilat ndikojnë në cilësinë e jetës, mbrojtjen e mjedisit dhe qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike. Më lejoni të theksoj se jemi plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e ndërtimin dhe përshtatjen e sistemeve të menaxhimit të rrezikeve që do të na përgatiten për sfidat klimatike, transformimin e sektorit të energjisë drejt burimeve të rinovueshme, modernizimin e bujqësisë përmes sistemeve efikase të ujitjes dhe praktikave të zgjuara ndaj klimës dhe përmirësimin e efikasitetit energjetik dhe rezistencës sismike të ndërtesave. Është detyrim dhe përgjegjësia jonë të përfshijmë rreziqet klimatike dhe aktivitetet për të ulur elementet e gazrave serë në të gjithë sektorët e zhvillimit si pjesë e vizionit për një të ardhme të begatë, të Gjelbërt dhe gjithëpërfshirëse. Diskutimi i sotëm rreth përmirësimit të infrastrukturës së Gjelbërt në Ballkanin Perëndimor u organizua nga Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Politikat e Mjedisit Jetësor dhe Ndryshimet Klimatike, i cili ka për qëllim nxitjen e investimeve të gjelbra duke integruar ato në strategji mjedisore.